أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Të nderuar vëllezër, të respektuara motra, u bëj për hajër ardhjen e muajit të bekuar të Ramazanit, duke e lutur Allahun xhaleshanuhu që të jetë një muaj i lehtë, i mbar edhe i suksesshëm për të gjithë ne. Muaji i Ramazanit është muaj i veçantë edhe për nga koha dhe momenti, por edhe për nga përmbajtja që ka, për nga adhurimet që i përfshin. Një nga adhurimet më të mëdha të muajit të Ramazanit është edhe agjerimi, që njëherët është edhe nga shtyllat kryesore të fesë sonë islame. Muhamedi a.s. duke dashur të tregoj për vlerën e tij të madhe, e ka përkufizuar me një fjali të shkurtër. Ka thënë, sikur ta dinin njerëzit sa mirësi ka muaji Ramazan, do të dëshironin të jetonin gjatë tërë vitit sikur të ishte Ramazan. Të me thënë, jo që njerëzit të agjeronin çdo ditë, por jeta e tyre të mbulohej me edukatën dhe shkollën e Ramazanit. Pra është një shkollë e madhe dhe brenda këtij muaji ka edukat, ka mësim dhe ka ngritje e përparim. Për të pasur një muaj të suksesshëm, një muaj Ramazani, agjerimi, ku ne do të dalim nga muaji me plot vlera dhe me plot sukses, duhet patjetër të kemi një platformë, të kemi një plan. Plani më i mirë është ai i Zotit. Prandaj, Allahu xhaleshanuhu në ajetet e Kuranit, ku flet për agjerimin, na ka treguar edhe platformën më të mirë se si mund ta kthejmë agjerimin në një shkollë, se si mund të kemi sukses dhe ta bëjmë agjerimin më të mirë të jetës. Ky Ramazan duhet të ishte Ramazani më i mirë i jetës. Për shkak se nuk e dim, ndoshta do të jetë edhe i fundit. Prandaj le ta bëjmë Ramazanin më të mirë, më të suksesshëm, që Allahu xhaleshanuhu pastaj t'i vlerësoj edhe Ramazanet e kaluara në bazë të këtij Ramazani që do ta bëjmë si vjet inshallah. Prandaj, duke dashur që t'i shpalosim disa kondita, disa pika të shkurtëra në lidhje me platformën se Allahu xhaleshanuhu çfarë ka paraqitur te ajetet e agjerimit, ne do ndalemi në 3 pika, ku Allahu fillimisht e paraqet qëllimin e agjerimit, pastaj rrugën dhe mënyrën se si të mbrim deri te qëllimi dhe rezultatin në fund. Një punë, një vepër shifet me rezultatin e saj, pra shifet me përfundimin. Prandaj edhe agjerimi edhe ky Ramazan do të vlerësohet me atë se si do të përfundojmë në fund, çfarë do të vjellim nga agjerimi dhe ky muaj i Ramazanit. Prandaj, le ta shohim fillimisht se cili është qëllimi i këtij muaji, i këtij ibadeti të madh, respektivisht i agjerimit. Në ajetin e parë, ku Allahu xhaleshanuhu pra na ka caktuar agjerimin si ibadet edhe si adhurim, e ka bërë farz, Allahu e zbulon dhe e shpalos edhe qëllimin e këtij ibadeti, sepse Allahu xhaleshanuhu e ka caktuar për ne. Në fakt, ai nuk dëshiron që neve të na mundoj, nuk ka dashur që neve të na rëndoj, por të na çojë te një pikë, te një nivel, te një shkallë ku ne do ngritemi dhe do lartësohemi dhe do të përfitojmë nga ky ibadet. Allahu i madhruar në ajet thot, Bismillahirrahmanirrahim, Ja eyyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besu, u është bërë farz dhe obligim agjerimi, sikur që ishte farz edhe për popujt përpara jush, në mënyrë që ju të mbrini të devotshmëria, të arrini devotshmërinë. Mirë, po nëse shikojmë fjalën takwa, shohim rënjën e fjalës, do të na dalë një fjalë tjetër që ka një kuptim shumë specifik dhe shumë të veçantë. Fjala takwa, rënja e saj është waka, që do të thonë të mbrohesh me diçka, të jesh i mbrojtur dhe i garantuar. E mbrojtja më e mirë se mbrojtja e Allahut nuk ka. Prandaj, kur ne arrim te takvaja, ne kena fituar edhe një mbrojtje, kena fituar edhe një garanci dhe një siguri tjetër që është ajo hinore e Allahut xhaleshanuhu. E Allahu thot në Kur'an, Allahu waliyul mu'minin, Allahu është mbrojtës i besimtarëve. Allahu është mbrojtës i secilës krijes, i çdo gjallëse, e sidomos për besimtarët. Prandaj, kur ne agjerojmë, ne synojmë, pra kemi për qëllim ta mbrijmë derexhen e devotshmërisë. Mirë, po devotshmëria nën kupton që ne ta fitojmë mbrojtjen e Allahu xhaleshanuhu në një prej aspekteve që mund të nxjerrim nga të kuptuarit e fjalës devotshmëri ose të fjalës takva. Pra qëllimi i agjerimit qenë ka të vim deri te devotshmëria, deri te takvaja.
ta fitojmë mbrojtjen e Allahut xhaleshanu. A thua vallë çka do të thotë ta fitosh mbrojtjen e Zotit? Kur njeriu ka mbrojtjen e Zotit, ai është i mbrojtur nga sprovat, nga fatkeqësitë. Është i mbrojtur nga gabimet, nga mëkatet që mund ta shkatrojnë. Është i mbrojtur nga devijimi, nga lajthitja në dunja. Pra mashtrimet e dunjas, lajkat e dunjas mund ta devijojnë njeriu. Kur e ka mbrojtjen e Allahut, ai është më i kujdesur. Ai e shef dunjan me sytë e besimit, me mbrojtjen e Allahut xhaleshanu. Allahu ka mbrojtur njerëzit gjatë historisë dhe mbron edhe sot. Ai është mbrojtësi më i mirë. E mbrojti Jusufin a.s. ku ai u sprovua me sprova të ndryshme. Ndonse njerëzit e shifnin Jusufin a.s. se ka rënë në bunar, se ka rënë poshtë, mirë po Allahu sprovat ja ktheu në mundësi. Mos harroni, Jusufi a.s. u sprovua edhe nga zonja, nga gruaja e ministrit, e cila e ftonte të një punë keqe, por Jusufi a.s. e kërkoi mbrojtjen e Allahut. Qale ma'adallah, tha, o Zot, pra kërkoi Zotin, kërkoi mbrojtjen e Allahut. Allahu më mbrojt nga kjo ftesë e keqe që më bën ti pra si grua. E Allahu xhaleshanu e mbrojti. Ndonse do ta kishte dëshiruar atë, sikur që e dëshironte vetë gruaja e ministrit, por Allahu xhaleshanu ja shpalosi argumentin. Ja shpalosi të vërtetën dhe e mbrojti nga ajo punë fahishe, nga ajo punë e keqe, e kështu që mbeti modeli i delirësisë dhe i bindjes në Allahun xhaleshanu. A thua vallë pse? Sepse Jusufi a.s. si një pejgamber e kishte mbrojtjen e Zotit, mirë po ai e kishte merituar ata. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Thot Allahu xhaleshanu, ai ishte nga robërit tan të sinqert që e kishin ruajtur besimin e pastër në Allahun xhaleshanu, kur kanë qenë në mirëqenie, por edhe në raste provash. Pra, ne kur agjërojmë, e mbrim, e arrim këtë drejgje, këtë shkallë ku ta kena mbrojtjen e Allahut xhaleshanu, nga të gjitha sprovat. Pastaj, nëse e kuptuam se çka është qëllimi i agjërimit, si mund të arrim deri te qëllimi? Allahu xhaleshanu gjithashtu në Kur'anin famulart nuk na ka lënë të lodhemi, por na ka treguar edhe rrugën se si. Dhe thot në ajetin vijues, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Të agjëroni është më mirë për ju, nëse e dini këtë, nëse doni ta dini. Pra dituria është rruga më e mirë për ta kuptuar qëllimin e agjërimit, por edhe qëllimet e të gjitha ibadeteve të tjera, edhe qëllimin e jetës, sepse ekzistojmë. Prandaj, në mënyrë që ne ta kuptojmë më së miri qëllimin, na duhet dituria. Në kohën e pejgamberit a.s. ishin disa të rinj të cilët dëshironin ta ndiqnin pejgamberin a.s. në ibadet, në përkushtim te Allahu xhaleshanu. Shkuan te shtëpia e tij, u interesuan për ibadetin dhe përkushtimin e Muhamedit a.s. E shoqja Aisha radiallahu anha u tregoi, dhe ato erdhen në një konstatim, në një përfundim. Dhe thanë, njëri prej tyre, do të agjëroj çdo ditë, tjetri tha, do të falem çdo natë, dhe i treti tha, nuk do të martohem, për shkak se martesa, bashkëshortja, familja, fëmijët më largojnë nga përkujtimi i Zotit, nga përkushtimi, andaj dhe vendosën në këtë formë. Mirë po kur Muhamedi a.s. dëgjoi për qëndrimin e këtyre të rinjve, ai i kundërshtoi duke thënë, unë jam pejgamber, jam rob i Zotit, edhe agjëroj, por edhe ka ditë ku ushqehem, ku nuk agjëroj, edhe falem natën, por edhe pushoj, edhe flej, gjithashtu edhe jam i martuar dhe kam familje. Të me thanë, kjo është e dituria solide. Prandaj nuk duhet të shkojmë në ekstreme, prandaj na duhet dituria, edhe të agjërimi, kur duhet të fillojmë me agjërimin, kur duhet të mbarojmë me agjërimin, si duhet të agjërojmë, e kështu me radhë, të dim dispozitat, sa më shumë që kemi dije dhe dituri, sa më shumë që i zbulojmë urtësitë dhe mirësitë e agjërimit, aq më shumë jemi të përkushtuar. Prandaj Allahu ka thënë dhe ka përmendur si platformë për të pasur një Ramazan të suksesshëm, një agjërim të suksesshëm, na duhet të dim qëllimin, por edhe të kena platformën, të kemi metodën, rrugën e që ishte dituria. Dhe e treta, kondita e tretë për një Ramazan të suksesshëm është që të kemi rezultatin e mirë. Pra agjërimi ta jepë rezultatin e mirë, e që Allah xhaleshanu në ajetin vijues të tretë në fund të ajetit thot: "Walitukmilu al-iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ditë të caktuara, do të agjërojmë ditë të caktuara, pastaj do të thot madhrojnë Allahun për udhëzimin që u ka dhënë. Pra ta madhrojmë Allahun
t'i bëjmë tekbir Allahut për udhëzimet që na ka dhënë. Radh parë për mësimet dhe këto të vërteta dhe udhësitë që i ka zbuluar sa i përket agjerimit dhe muajit të Ramazanit, po pastaj edhe për të gjitha udhëzimet e tjera. Dhe në fund, la'allakum tashkurun, pra të mbrim deri te shukri, të mbrim deri te falënderimi. Dhe falënderimi është prodhim pra i agjerimit. Mirënjohja, falënderimi duhet të jetë prodhim i agjerimit ton, i këtij Ramazanit të begat. Prandaj nëse ne e dim qëllimin, kemi rrugën dhe kemi edhe frytin, pra është mirënjohja, falënderimi, atëherë ne jemi te platforma e Allahut, te platforma hinore dhe besoj se do të kemi një Ramazan të suksesshëm dhe një agjerim të suksesshëm dhe të pranuar. Me qëllim, me metodë edhe me fryt, me rezultat, kjo është agjerimi i suksesshëm. Kjo është një Ramazan i suksesshëm. E që është mirënjohja? Mirënjohja është të jesh i kënaqur me të gjitha nimetet dhe mirësitë e Allahu xhaleshanuhu dhe të i konsiderosh këto si rregull, ndërsa sprovat si përjashtime. Mirënjohja është ajo që del nga agjerimi, nga ibadeti. Nuk është mirënjohje vetëm të falenderojmë përmes gjuhës, por mirënjohje dhe falënderim është kur ti falenderon Zotin edhe me bindje, edhe me zemër. Mirënjohje do të thotë krejt ato që ti e çon te Zoti, ato që ne e çojmë te Zoti, ta konsiderojmë si të pakt, si të pamjaftueshme, dhe pas Ramazanit vazhdojmë edhe më tutje me ibadet, për shkak se një muaj na është dukur pak dhe vazhdojmë edhe më tutje. Kjo është mirënjohja, ndërsa krejt ajo që vjen nga Allahu të na duket e shumt, me bollok, edhe jemi mirënjohës dhe falënderues. Dhe mirënjohja e falënderimi duhet të reflektojë pastaj edhe në raportet tona me të tjerët, me njerëzit dhe me botën. Le ta presim Ramazanin dhe le ta përcjellim ashtu siç e meriton ai. Le të jemi të përkushtuar, le të jemi bashk, le të jemi në mesin e familjeve tona, le të shtrojmë iftare, le të gëzojmë nevojtar dhe mbi të gjitha le ta gëzojmë Allahun xhaleshanuhu. Mos ta harrojmë, agjerimi është një ibadet që i kushtohet Allahut. Allahu gëzohet me këtë ibadet dhe e ka përvetësuar si asnjë ibadet tjetër ku ka thënë as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Le ta presim shpërblimin e Allahut në dunja, por edhe në ahiret me agjerimin ton. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.